Kompania Meta deklaroi se do të blinte startupin e inteligjencës artificiale Manus të themeluar në Kinë, ndërsa giganti i teknologjisë po shpejtojnë përpjekjet për të integruar inteligjencën artificiale të përparuar në të gjitha platformat e tij. Kushtet financiare të transaksionit me Manus nuk u bën të ditura, por një burim tha se marrëveshja vlerëson firmën me seli në Singapur midis 2 dhe 3 miliard dollarëve. Manus u bë viral në fillim të këtij viti në X pasi publikoi atë që pretendonte se ishte agenti i parë i përgjithshëm i inteligjencës artificiale në botë, i aftë të merrte vendime dhe të ekzekutonte detyra në mënyrë autonome, me shumë më pak nxitje të kërkuara se sa chatbotet e inteligjencës artificiale si ChatGPT dhe DeepSeek. Kjo i shtyu komentuesit ta quanin atë DeepSeek-un e ardhshëm të Kinës dhe u prit me gëzim nga televizioni shtetëror kinez. Kompania muaj më vonë zhvendosi selinë e saj nga Kina në Singapur, duke u bashkuar një valë kompanish të tjera kineze që i kanë bërë këtë për të frenuar rreziqet nga tensionet Shtetet e Bashkuara Kinë. Kompania, produktet e së cilës nuk janë të disponueshme në Kinë, pretendon se performanca e agentit të saj të inteligjencës artificiale te i kalon atë të Deep Research të OpenAI. Ajo gjithashtu ka një partneritet strategjik me Alibaba për të bashkëpunuar në modelet e tyre të inteligjencës artificiale. Gigantët e teknologjisë si Meta kanë rritur investimet në inteligjencën artificiale përmes blerjeve strategjike dhe punësimeve të talenteve, ndërsa përballen me konkurrencën e ashpër në industri. Më herët këtë vit, pronari Facebook investoi në Scale AI me një marrëveshje që e vlerëson startupin e etiketimit të dhënave në 29 miliard dollar.